Dorëzuam në procedurë parlamentare ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Një drejtë që buron nga kushtetuta, drejtë e paraparë me marrëveshjen e orit, që fatkeqësisht nuk ka gjetur zbatim tash 25 vite pas nënshkrimit të marrëveshjes së orit, nuk është shndruar në ligj, apo ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat është kauzë e Aleancës për Shqiptarët. Kauzë kjo e sjell që në krijimin e Aleancës për Shqiptarët, me cilën pastaj kemi bërë edhe kampanjë në vitin 2020 në lidhje me këtë drejtë që është e qytetarëve dhe jo aktorëve politik dhe jo e qeverive ose grupeve parlamentare, por është e drejtë qytetarësh dhe si e tillë duhet respektuar. Në këtë drejtim, sot jemi përpara për të nxjerrë një ligj dhe për të sjellë një ligj i cili përfaqëson qytetarët, u realizon të drejtën atyre, dhe jo një ligj do si do, i cili ka për qëllim vetëm se ta harxojë të drejtë dhe ta bëjë të pazbatueshme.